Përshëndetje të gjithëve. Para se të filloj me videon, do t'ju ftoja të bëni subscribe kanalin ton, flasim për shëndetjen dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet e videohet tona më të reja. Faleminderit. Si ta forcojmë imunitetin e fëmijëve? Sistemi imun mbron organizmin nga mikroorganizmat, bakteriet, viruset, parazitët. Fëmijët pa imunitet kanë më shumë gjasa të sëmurën, qofshin nga probleme më të zakonshme siç janë gripi, ftohjet, algjerit apo ato serioze. Kur fëmia është imun, fëmia ka një mbrojtje të fortë natyrale nga sëmundjet e ndryshme. Si ta forcojmë imunitetin? Ushqimi i mirë dhe cilësor. Të haj fruta të freskëta dhe perime si drithra, ora dhe fara. Frutat si për shembull limoni, gjip, fruti, bananet, pjepri, boronica, luleshtrydhe, kajsia, gjithashtu edhe perime si qep, hudhra, domate, spinaq, brokoli, patate ëmbël, karrota, fasule. Të gjitha këto ushqime janë të pasura me nivele të larta të vitaminave që forcojnë sistemin imunitar. Fëmia duhet të bëjë gjumë të mjaftueshëm. Sasia e duhur e gjumit ndihmon në ruajtjen e shëndetit dhe mbrojtjen kundër infeksioneve. Aktiviteti i rregullt fizik tek fëmia juaj është çelësi për të pasur një trup të shëndetshëm dhe për të shmangur sëmundje të ndryshme. Do të ishte mirë që fëmijët të kalojnë një kohë jashtë që rrezet e diellit të përshpejtojnë absorbimin e vitaminës D, e cila është shumë e rëndësishme për kockat dhe sistemin imunitar. Është domosdoshme të evitoni përdorimin e produkteve me përqindje të lartë të sheqerit. Në këtë mënyrë ju do të kontriboni në forcimin e imunitetit të fëmijës dhe mbrojtjen e fëmijës nga infeksionet.